Rasti i Geronçelës dhe portit të Vlorës nuk del sot dhe nuk ka nevojë për prezantim sepse prej vitesh është trajtuar në media, është denoncuar politikisht dhe juridikisht. Dhe ka prodhuar dokumente që tregojnë se si koncesioni i portit turistik u përdor si kusht për dhënien me qira simbolike të 57.000 metrave katror tokë shtetërore Buzdetit, një skem ku i njëjti grup fitoi portin, statusin e investitorit strategjik dhe truallin publik për ndërtim privat. Nisma Thurje depozitoi në SPAK një kallëzim penal të detajuar ku renditen qartë ndryshimet e kontratave, mospasja e një tenderi të ri kur kushtet ndryshuan, informacioni i privilegjuar për përfitimin e truallit, ndryshimet e aksionerëve pas mbylljes procedurave dhe shndërrimi i administrimit të një pasurie publike në mjet për përfitim privat, element që sipas kallëzimit plotësojnë shenjat e abuzimit me detyrën, korrupsionit dhe shkeljes së barazisë në garë. Prej momentit të depozitimit të kallëzimit, SPAK nuk ka bërë asnjë njoftim publik për fazën e hetimit, nuk ka komunikuar për thirrje, sekuestrime apo verifikime konkrete, ndërsa në terren projekti vijon, apartamentet reklamohen dhe shiten dhe trualli shtetëror trajtohet si pronë private, duke e kthyer heshtjen e prokurorisë në pjesë të problemit dhe jo thjesht në procedurë. Pyetja që shtrohet sot është nëse SPAK do ta trajtojë Geronçelën si çdo subjekt tjetër në hetim, apo do ta mbajë edhe këtë dosje në sirtarin e pritjes duke ushqyer perceptimin se xhambazët e mëdhenj të pasurive publike vazhdojnë të lëvizin të paprekur edhe kur faktet janë të shkruara bardhë mbi zez. Nëse SPAK ka regjistruar procedimin penal, opinioni publik nuk e di nëse po kryen veprime hetimore. Ato nuk janë reflektuar askund, ndërsa denoncimi i Nismës Thurje mbetet aktiv dhe i pambyllur, duke e kthyer këtë çështje në një provë të drejtë për drejtë për prokurorinë speciale, sepse ose do të shkojë drejt përgjegjësisë penale për ata që ndërtuan dhe përfituan skemën, ose do të vulosë den se porti i Vlorës nuk ishte vetëm një aferë ndërtimi, por edhe një test për drejtësi.